الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Allahu i madhruar në surën Bekare në ajetet 155 dhe 157 thot: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Që do thot, sigurisht ne do t'ju provojmë me frikë, me uri, me dëmtim të pasurive, të njerëzve dhe të lashtave, të mbjellave. Prandaj, përgëzoj të duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, ata thonë, të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehen. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre, ata janë në rrugën e drejtë. Çdo njeri në këtë jetë ka shqetësime, probleme, lodhje, mundime, hidhurime e dhimbje. Kjo gjendje i përfshin të gjithë njerëzit, qofshin besimtar, jo besimtar, qofshin të thjesht, apo me pozitë, të varfër, të pasur. Askush në këtë jetë nuk i shpëton sprovave dhe fatkeqësive. Ose sprovohet me veten e tij, pra nga ndonjë sëmundje, ose sprovohet me humbjen e një të dashurit të zemrës, ose me humbjen e pasurisë e të tjera sprova. Askush në këtë jetë nuk i realizon dëshirat, ambicjet dhe lakmitë e tij. Ka njerëz që sprovohen me fatkeqësi e hidhërime që në vegjëli. E tillë ishte edhe zonja e madhe, Zejnep, e vija e Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Njerëzit shpeshherë e shohin betejën e Kerbelas në ditën e Ashuras, në ditën e 10 pra të muajit Muharram, si një ngjarje burrash. Dhe se vetëm burrat që kur kanë marrë pjesë në këtë tragjedi të rëndë. Por, në ditën e 10 të muajit Muharram, nuk ka munguar roli i grave, sidomos i zonjës së madhe Zejnep, paqja Allahut qoftë mbi të. Roli i saj në ndodhimin e Kerbelas
ishte vendimtar. Ajo nuk ishte thjesht dëshmitare e asaj tragjedie, por ajo ishte mbrojtëse dhe përcjellëse e mesazhit të Kerbelas për brezat që do të vinin pas. Dhe falë, mbrojtjes së saj përcjelljes, edhe ne sot e përkujtojmë të tragjedi të rëndë në histori islame. Po kush është zonja e madhe Zeynep? Zonja e madhe Zeynep, paqja qoftë mbi të, është gruaja shembullore për të gjitha femrat. Ajo është dek e pemës muhamedane dhe aleviane. Ajo është vajza e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, dhe e Fatima Zahras, e bia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Zoja e madhe Zeynep ka lindur më 5 të muajit Gjumada al-Ula në vitin e 5 të Hijrit. Në terminologji, fjala Zeynep ka kuptimin zinatu e biha, pra hieshia, bukuria e babait të saj. Pra, cila do motër e cila mbart emrin Zeynep, duhet ta di kuptimin, dhe ka një kuptim mjaft të mrekullueshëm, që do thotë hieshia, bukuria e babait të saj. Zonja e madhe Zeynep ishte hieshuar, e stolisur me bukurinë e besimit, të dijes, të forcës, të devotshmërisë dhe të guximit. Pra këto e hieshonin akoma më shumë zonjën e madhe Zeynep, bijën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi ta. Zonja e madhe Zeynep është motra e Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, paqja qoftë mbi ta. Ajo lindi, u rrit dhe u edukua në shtëpinë e shpalljes, u ushqye me besim, devotshmëri, duke forcuar një karakter të fortë dhe duke fituar një mençuri të thellë. Sepse gjithçka ajo e merrte nga burimi i pastër i familjes profetike, paqja qoftë mbi ta. Zonja e madhe Zeynep ishte zëri i Imam Husejnit. Pra kushdo që e lexon historinë islame, veçanërisht pra historinë pas martirizimit të Imam Husejnit, paqja qoftë, do të gjejë se zëri i fuqishëm i Imam Husejnit ishte zonja e madhe Zeynep. Ajo ishte gjaku dhe vazhdimësia e Imam Husejnit. Ishte personaliteti i Imam Husejnit. Ishte shikimi dhe mprehësia e Imam Husejnit. Ajo ishte Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, në trupin e një gruaje. Ajo ishte zemra dhe shpirti i Imam Husejnit. Ajo ishte shpata folëse e Imam Husejnit. Zoja e madhe Zeynep ishte e ditur, e devotshme, e guximshme, mbarse e virtyteve të larta dhe një oratore e rrallë. E pse të mos ishte e tillë kjo zonjë e madhe, ndërkohë pra që lindi dhe u rrit në shtëpinë që Allahu i plotfuqishëm e zgjodhi, e pastroi dhe në atë shtëpi zbriti mesazhin e tij. Kuranin në atë shtëpi e përmbylli
fenë e tij me fenë e pranuar me Islamin. Në atë shtëpi e mbylli, e vullosi profetsin me vullën e profetëve, me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zonja e madhe Zeynep u mësonte grave komentimin e Kuranit dhe rregullat e fesë islame. Ajo përjetoi vështirësi, fatkeqësi, dhimbje dhe lëndime të shumta, që në fillim të jetës së saj, ajo u përballë me keqbërjet që idhujtarët dhe politeistët i bënin gjyshit të saj profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Zonja e madhe Zeynep është argumenti i Allahut për të gjitha gratë në tokë. Ajo u mëson grave që të mos heshtin ndaj tiranisë së shtypësit, as ndaj zemrimit të shtypurve. Zoja e madhe Zeynep ka dëshmuar, ka vërtetuar se një grua e fuqishme, guximshme mund të sfidojë me ndihmën e Allahut një perandori të tërë dhe të kontribuojë gjithashtu në shkatrimin e saj, siç veproi zonja e madhe Zeynep me perandorinë e Jezidit e birit të Muhamedit. E madhja Zeynep është heroina e Kerbelas. Ajo u fshinte lotët të vegjëlve dhe ftohte zemrat e nxehta nga etja, nga plagët. Kur u martirizua Imam Huseini alayhis salam, zonja Zeynep shkoi te trupi i tij dhe thoshte: Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë kurban. Pra për vëllain e saj, për Imam Huseinin alayhis salam. Por ajo kur nuk u gjunjëzua, qëndroi e fortë. Ajo shpëtoi fëmijët dhe gratë kur ushtria e pamëshirshme e Jezidit i vun flakën çadrave të tyre. E madhja Zeynep ishte nëna e grave dhe e fëmijëve pas martirizimit të Imam Huseinit, paqja qoftë. Ajo pa me sytë e saj vrasjen e Imam Huseinit, vrasjen e Ebul Fadl al-Abbas Aliu, si njihet pra në troje shqiptare, pa me sytë e saj vrasjen, masakrimin e të gjithë burrave të familjes, si dhe shokët besnik të Imam Huseinit, paqja qoftë. Ajo u bë shtylla e grave dhe e fëmijëve pas masakrës së Kerbelas. Edhe pse ishte në robëri nga ana e Jezidit, ajo nuk heshti, por mbajti gjallë flamurin e Imam Huseinit me fjalët e saj të fuqishme, me qëndrimin dhe guximin e saj. E madhja Zeynep i përbolloi të gjitha fatkeqësitë dhe dhimbjet në fushën e Kerbelas me durim dhe zemërgjërsi. E kjo është një nga virtytet e larta të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Prandaj ne i duam dhe i respektojmë, i nderojmë dhe i pasojmë ehli bejtin e profetit Muhammed, sepse janë njerëzit e pastër, njerëzit e kulluar, njerëzit durimtar, njerëzit zemërgjër, njerëzit fjalë mirë,
Pra, duke patur durim dhe zemërgjërsi, zonja e madhe Zainab, ajo u bë simbol i durimit dhe i qëndrueshmërisë. Heroina madhështore, zonja Zainab alayha salam, ishte zëri i fortë që lëkundi themelet e dinastisë me vitën atë kohë. Ajo ishte e guximshme dhe nuk i friksohej vetëm e vetëm se krijuesit, Allahu fuqiplot dhe askujt tjetër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, pas çdo imami ka një mbrojtës të së vërtetës. Zonja e madhe Zainab ishte mbrojtësja e gjallë e Imam Husajnit pas martirizimit. Pa atë, zonjën e madhe Zainab, historia e Kerbelas do të ishte zhdukur në shurdhëri, nuk do ta dëgjonte kush. Pra gjithçka do ishte mbyllur në atë shkretirë në tokën e Kerbelas. Po të mos ishte zonja e madhe Zainab, paqja qoftë mbi të. Ajo ishte gjuha e Imam Husajnit edhe kur ishte në robëri dhe e lidhur me zinxhirët e sundimit gjakatar e me vit. Zonja e madhe Zainab në pallatin e Jezidit, ajo mbajti një ligjërat të fuqishme. Pas martirizimit të Imam Husajnit dhe të 72 dëshmorëve të tjerë në fushën e Kerbelas, zonja e madhe Zainab, së bashku me gratë dhe vajzat e Ehli të pastër, paqja qoftë mbi ta, u morën robresha, u lidhën me zinxhir dhe u dërguan në pallatin e Jezidit në Damas. A ka më fatkeqësi më të madhe? Familja e pastër e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, gratë e ndershme të pastra të familjes së profetit, lidhen me zinxhir, tërhiqen zvarr, merren robresha. Dhe dërgohen në përtregjet e Damaskut derisa mërrin për në pallatin e Jezidit. A ka fatkeqësi më të madhe? Fatkeqësi shohim sot njerëz të cilët këta barbar, ta vrasës, i lavdrojnë dhe i ngrenë në kupë të qiellit. Nuk e di nesër a do dalin para tyre barbarëve, apo do dalin para Allahut dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. E lusë Allahun që të pendohen, të udhëzohen, ta lexojnë historinë ashtu siç duhet, që të njihen me të vërtetë. Sepse Imam Aliu alayhis salam në një thënie thotë që njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. E ka shumë që nuk e njohin. Por fatkeqësia është sepse ka që e njohin për mbulojnë. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Zonja e madhe Zainab, edhe pse ishte pra e lidhur me zinxhirët e ushtrisë së Jezidit, nuk u përul dhe nuk qau për mëshirë. Ajo mbajti një fjalim të fuqishëm në pallatin e Jezidit. Për fjalëve të saj, në atë fjalim ishin: o Jezid, pa drejt për së drejti, o Jezid, mos mendo se fitoria është për ty, sepse ti ke grisur nderin tënd në këtë krim. Ne nuk shohim tjetër veçse bukuri në rrugën tonë, në rrugën e Allah, në rrugën e martirizimit. Gjithashtu,
Zonja e madhe Zeynep ju drejtua Jezidit dhe i tha: "O Jezid, përpiqu sa të mundesh dhe thur intriga sa të duash. Betohem në Allahun se ti kur nuk do ta fshish përmendjen tonë." Të vërtetën ka thënë e bia Imam Aliu, zonja madhe Zeynep, paqja qoftë mbi të. Sepse edhe sot e kësaj dite besimtarët musliman, qofshin shiit apo të ehli sunetit, e kujtojnë ndodhinë e Kerbelas, e kujtojnë Imam Hysejnin, familjen dhe shokët e tij, për çdo vit. Po ashtu edhe në trojet shqiptare. Allahu i shpërbleft të gjithë ata që e rikujtojnë ndodhinë e Kerbelas, e rikujtojnë Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të. Padyshim që këta kanë një shpërblim të madh tek Allahu. Si thot Imam Rizaj, rahimallahu abdan ahya amrana. Allahu e mëshiroft atë rob, atë njeri që ringjall çështjen tonë. Pra ringjallja e çështjes Imam Hysejnit dhe Kerbelas për çdo vit sjell mëshirën e Allahut. Me këto fjalë e madhja Zeynep e ktheu fitore në ushtarake të Jezidit në një humbje morale dhe historike. Po ashtu, ajo e turproi tiranin e me vite dhe e shpalosi të vërtetën për botën islam. Të dashur vëllezër dhe motra, figura e zonjës Zeynep është modeli i ndërgjegjjes, diturisë, forcës dhe përkushtimit për gratë muslimane, po ashtu edhe për të gjithë gratë e botës. Ajo është zëri i së vërtetës pas tragjedisë së Kerbelas. Ajo na mëson se gruaja nuk është spektatore në këtë jetë, por aktore e historisë. Çdo grua, nën, motër, mësuese, aktiviste e tjerë mund të jetë Zeynep e kohës së saj, duke folur për të vërtetën dhe duke mbrojtur atë. Imam Said Ali Khamenei thotë: po të bëjmë një krahasim përmbledhës me zonjës së madhe Zeynep dhe gruas së faraonit, mund të sqarohet madhështia e positës së zonjës Zeynep, paqja qoftë. Kur gruaja e faraonit ishte në trysninë e torturave faraonite, ajo tha: o Zoti im, më ndërto mua tek ti një vendbanim në xhennet dhe më shpëto për faraonit dhe veprës së tij. Surën Tahrim ajeti 11. Në realitet, pra, bashkëshorte e faraonit kërkoi pra vdekje. Ndërsa zonja e madhe Zeynep i shihte me sytë e saj të gjithë të dashurit e saj në ditën e Ashuras, duke shkuar në thertore dhe martirizoheshin, ajo e pa sulmin e armikëve dhe në përkëmbjen e shenjtërisë së familjes së profetit, përballë këtyre fatkeqësive, zonja e madhe Zeynep nuk tha: o Zot, më ndihmo, por ajo tha: o Zot, pranoje prej nesh këtë kurban. Dhe vazhdoi pra rrugën e sakrificës, të durimit dhe të qëndresës, derisa u largua nga kjo jetë. Aisha Abdurrahman, me pseudonim Bintu Shati, nga Egjipti, një studiuse, jetare, ka thënë për zonjën e madhe Zeynep: Zeynep e motra e Imam Hysejnit u aprishi qefin e fitores Ibn Ziyadit dhe e Mevitëve. Ajo hodhi pika helmi në gotat të triumfit të tyre. Zeynepja, heroina e Kerbelas, ka luajtur rol stimulues në të gjithë ndodhit politike pas Ashuras, siç ishin kurengritja e Muhtariut, kurengritja e Abdullah ibn Zubair, rënja e shtetit Emevit, themelimi i shtetit Abbasid dhe përhapja e medhhebit të Ehlibetit për medhhebit të Shiisë. Të dashur vëllezër dhe motra, zonja e madhe Zeynep është e dyta për grave të larta e të pastër të Ehlibetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, sepse e para është nëna e saj, Fatima Zahraja, zonja e të gjithë grave të botës.
E gjithë jeta e zonjës Zejnep është e mbushur me mësime e hulumtime. Ajo është për grave të pavdekshme në historinë islame. Ajo nderohet dhe respektohet nga muslimanët. Jeta e saj është e shkruar me gërma drite që ndriçojnë në çdo kohë dhe në çdo vend. Le të jetë zonja e madhe Zejnep model i durimit dhe i guximit për ne në përballjet e jetës dhe në sfidat e përditshme. Të përpiqemi të jemi zëjt të vërtetës kur të tjerët heshtin. Le të jetë zonja e madhe Zejnep shembulli dhe busulla për të gjitha nënat dhe motrat muslimane. E lutë Allahun që të na mbarësoj në fitimin e kënaqësisë së Tij në këtë jetë dhe të na mundsoj të jemi në shërbim të fesë së Tij dhe të dashurit të Tij. Allahu na bashkoft me profetin dhe me familjen e Tij të pastër dhe me shokët e Tij të zgjedhur në jetën tjetër. Allahu ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.